Dje ndodhi një tragjedi në Dragash ku pas një konflikti privat, personal, për pronësi, humbi jetën fatkeqësisht një imam, Allah e mëshiroft. Amin. Mirë po, pas i ndodhi kjo tragjedi, lajmet u bombarduan me lajme se ka ndodhur kjo, mirë po komente të shumta kundër muslimanëve, sa mirë, një taliban ma pak, një arab ma pak, një mekrosh ma pak, duhet mi vra krejt, lloj komente, kanë vlu komentet e anti-islamistëve, e turpshme kjo, si e kështë komentu? Po, fatkesisht, e pam edhe na lajmin, e tërisht, lusim Allahun që ta mëshiron imamin, familjes jep sabër për ta përballu këtë fatkesi të madhe që ka ndodhur. Dhe kërkojmë nga organet e rendit që domethënë kriminalin, vrasësin domethënë ta kapin edhe ta paraqisin para gjyqit atë marrëdhënimin e merituar. Dhe gjithë banorët e atij fshati asaj zone domethënë gjithashtu lutem Allahun që t'u jep qetësi, rahatie, harmoni, sepse normalisht është moment trishtues. Ky moment fatkesisht nxjerrin shesh një gjë që na tash e sa vite jemi duke paralajmëruar. Kur themi na islamofobia dhe anti-islamizmi janë të e frustru masën edhe janë të elektrizu situatën, shumë kushi do thotë nuk na ka përfill. Sidomos pushtetmbajtësit, sidomos gjykatat, sidomos prokuroria, sidomos organet e rendit. Dhe islamofobin e kanë fry mukta figura që dalin për ditë në televizor dhe shohin çdo sen islame dhe kritikojnë çdo sen islame dhe u pengon çdo sen islame. Çdo sen, domethënë, xhami i koft, shami i koft, mjekër koft, domethënë, bot kuptim qoftë, çka do qoftë, bashkia islame, hoxha, qall me hoxhës, do thotë çdo sen që është islame i pengon. Edhe ky lloj edukimi mediatik që e kanë bërë tash 2 dekada, këta figura, domethënë 2 dekada e më shumë, në faktikisht 3 dekada, e prodhon këtë njerëz të frustruar. E tani, kjo është njëra pjesë. Pjesa tjetër është mungesa e efektivizimit të shteteve tona. Nuk kemi shtete efektive, domethënë që janë shërbim qytetarit si duhet. Mungesa e perspektivës personale në këto shtete, për shkak mungesës së funksionalitetit të shteteve, aspektin ekonomik, aspektin shoqëror, aspektin e arsimit, aspektin e shëndetësisë, aspektin e politikës. Këto dështime, edhe ky indoktrinim nëpërmes mediave që i kanë ata në përdorim edhe në posedim, e prodhon këtë frustrim të këta njerëz që dalin me qindra, do thotë komente negative, prandaj gëzohen vdekjes së një njeriu të pafajshëm. Të thirrje për vrasjet, edhe thirrje për vazhdim të vrasjeve. Kjo është katastrofë. Edhe shumë bukur kishte thënë dikush për aty që kanë përcjellë këtë ndodhi, ka bërë database të gjithë njerëzve që me profilet vetë kanë shah dhe kanë thirrë vrasje, edhe ka thonë ja ofroj prokurorisë gatshme. Pëlqeti si qasi, domosdoshmë shumë konstruktiv njëri, jo me vajtu si zakonisht bëjnë shumica, na shajnë, na vrajnë, po njëri ka bërë një punë konkrete, ka bërë database të gjithë shkrimeve të cilat thrasin me vazhdu me vrarë njerëz. Edhe deri dje i akuzojshin muslimanë se janë thirrur ose të prirur për të vrarë njerëz, a fatmirësisht këtu në Ballkan të nëmë përgjithësi të shqiptarën veçanti, s'kemi në asë një rast ku muslimani ka vrarë dikën për shkak arsye fetare. Hiç asë një rast. A kemi shumë raste të vrasjeve politike, bizneseve, për halle, domethënë për pakënaqësi brenda një familje kështu më radhë, ama asë një rast me motive islame. A neve na shajnë se na jemi ekstremist, dhunshëm, do thotë prirë për me derë gjakun e njerëzve, asë një rast se kemi na hiç. A me motive krishtere ka? Po, Srebrenica. Po, raste ka plot, e ki jo, po Srebrenica është e vjetër, po ti e ki në Zelandën e Re, e ki domethënë rastin e Norvegji, që ai vetë ka deklaruar se këto i bëjnë me motive domethënë krishtere. Ka sulu njerëz në xhami, ka sulu njerëz domethënë partitë caktuar që ka pas tolerancë dhe muslimanëve. I kanë thënë ato vetë vrasësit. Edhe s'kan marrë dënime makabre, dënime të mëdha, kanë marrë dënime shumë normale, shumë zakonshme atë. E tash, këtë kjo situatë nga këta gazetarë
njerëz publicist nuk di çfarë etikete më ju dhon, që ushqejnë islamofobi vazhdimisht, edhe e bëjnë me një cinizëm edhe dinakri dhe mendojnë se, domethënë, e gjytëm gurin e fshevën dorën, s'mundet me na kap neve as gjyqi, s'mundet me na kap neve as do thot opinioni publik, e prodhojnë këtë lloj domethënë mendimi, këtë lloj sjellje, këtë lloj kanibalizmi. Tash çojmë a Islami i bën njerëzit prirur për të nxjerrë gjakun njerëzve, apo kjo islamofobia tyve është ajo që është i prish njerëz, është i çmend. Edhe ata që komentojnë kështu, me përcjell profilet në rrjetet sociale, janë ndjekësit e atyve figurave të mëdha që thrasin kësaj gjuhë, që fatkeqësisht nuk kanë dalë asnjë pyetje me gjyku këtë gjuhë. Edhe me kundërshtu. Indirekt e kanë pranuar se kjo gjuhë është ajo që duhet të përdorë me muslimanët. Realisht, kjo e dëshmon edhe deklaratën famkeqe të atij personit, tash po du me thonë prif, sepse si ka hije me kon prif të me forqashon, se 95% shqiptarëve qenëve pak u kena bënda është më bëmë ma shumë. është publike, nuk është që një mjetë janë gjitë në ati. Harohet kjo si momentum, edhe vazhdimisht qanë muslimant, edhe vjen tash situata ku shumica e dërmuese deklaratave me lajmin e vrasjes së tij imamit, i cili është me origjinë bosnjake ose garant. Që na duhet me tregut përkundazi tash vetë më të madh, se janë pakicë minoritet. Muhabetin e bëjnë gjithë, na duhet me respektu pakicat, minoritetet, se ato janë të pambrojtur, na duhet me mbrojt punë LGBT-s, domethënë. Ama kur vjen puna në muslimanit që është garant, për shembull, që është pakicë, minoritet që shteti edhe shoqëria duhet me ndihmu dhe me mbrojt se janë pakicë, ato shkojnë edhe thonë, jo pak keni vrarë, duhet më vrarë më shumë. Këtë juve më faru pak është. Edhe normalisht na jemi kundër kësaj gjuhë, po jemi të treguar se kjo gjuhë s'ka ardhur vetvetiu. Kjo gjuhë s'ka ardhur për një natë. E kanë prodhuar këta njerëz që dalin në ekranet televizive, edhe e fryjnë islamofobisë dhe anti-islamizmit dhe luftojnë çdo sen që është islame. Megjithëse fatmirësisht, edhe këtë po du me thonë publikisht, ata as pak se kanë ullë përqindjen e muslimanëve, as nuk e kanë nolë ndikimin e thirrjes islame. As nevojën e muslimanëve për xhamia dhe objekte fetare. Përkundër të veçantë ushtu. Sa na shajnë ata, numri të interesuar për islam është urit, elhamdulillah. Edhe kështu ka me vazhdu. Pse se ata s'mujnë me fik dritën e Allahut. I kanë dalë përpara Allahut. Ata s'mujnë me ndal diellin afton. Të mirë se ata. Normalisht veç vetes e kanë bërë. Edhe këtë botë po shtrum kanë me qenë, në shmum kanë me qenë, të ofendum kanë me qenë, për njerëzve më të afërm të tyre. Plus të Allahu shka i pret, vaj për ta.